Komuna Shtimës është mirënjohëse për përkrajen që i ka dhënë Qeveria e Republikës Kosovës, në këtë rast në fushën e arsimit. Siç e thash, është çerdhja e 5 që po e fillojmë edhe brenda vitit do ta ndërtojmë. Në këtë mënyrë ne po e mbyllim premtimin për 6 çerdhe në të gjitha cepet e komunës Shtimës, domthonë 2 në qytet dhe në 4 rajonet e fshatrave të Shtimës, dhe kjo është çerdha përfundimtare që do ta mbuloj krejt nevojën e edukimit parashkollor të gjithë fëmijëve në komunën Shtimës. Urime të gjithëve, faleminderit shumë. Është një investim për fëmijët dhe për të ardhmen e tyre, e përgëzoj gjithashtu kryetarin e komunës, që është një nga kryetarët model në nivel të Republikës, për angazhimin e tij për investime. Punët e mira vazhdojnë, ato do të intensifikohen dhe do të vijmë sërish bashkë, por sot jemi për këtë rast. Ajo që ka qenë prioritet në qeverinë Kurti 2, po vazhdon tani me të njëjtin intensitet edhe në qeverinë Kurti 3. Dhe në rastet sikur se komuna e Shtimës, ku kryetari ka qenë shumë proaktiv,